Këta janë dy autorë të vrasjes së Kreshnik dhe Gentiana Mujecit në Lezhë, çfarë treguan kamerat e sigurisë. Personat që shihni në këtë foto janë Florin dhe Renato Mhillaj, dy prej personave të dyshuar si autor të vrasjes së çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Dyshuari i tretë është Adriano Mhillaj, të gjithë të shpallur në kërkim. Sipas policisë dyshohet se vrasja ka ndodhur për motive hakmarrje, pasi në vitin 2016 viktima Kreshnik Mujeci bashkë me vëllezërit e tij ka vrarë baban e Renato Mhillajt, Geg Mhillaj, i njohur edhe si Genc Mhillaj apo Gen Pietri. Sipas burimeve dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, atentati ka zgjatur pak më shumë se 1 minutë. Autorët, të cilët nuk mbanin maska, kanë vepruar me gjak ftohtësi të plotë gjatë ekzekutimit. Dyshohet se kanë përdorur dy automjete në atentat, njëra prej të cilave tip Audi A4. Sipas policisë, nga dinamika e ngjarjes, rezulton se automjeti tip Audi A4 ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit Kreshnik Mujeci. Më pas, një tjetër automjet tip Volkswagen pa targa dyshohet se i ka prerë rrugën automjetit me të cilën udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten e tij, dhe shtetasit që ishin automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij.